Dasma shqiptare 2017. Paraqet. Mirëmbrëma. Unë jam rritur dhe jetoj në fshat. Dhe kush e njeh jetën e fshatit, e di që këtu asgjë nuk rri e fshehtë. Dhe kur mendon që nuk të sheh njeri, prap dikush di diçka. Dhe kjo është arsyeja pse kjo histori me ka mbetur gjithë jetën e mendje, sepse ndodhi në një vend ku gjithçka shihet. Jam i martuar prej vitesh, me një grua të mirë e punëtore, si shumica e grave të fshatit që nuk ndalen kurrë. Gruaja ime rrinte gjithë ditën nëpër ara, nëpër bageti, ose nëpër punë shtëpie. Dhe unë merresha me punët e mia dhe jeta jon ecte kështu, pa shumë fjalë e pa shumë ndjenja. Ndoshta kishim, por ishin të pashprehura, por rrinim me zakone fshati. Kunata ime, pra motra e gruas ime, edhe ajo jetonte në të njëjtin fshat, por pak më larg dhe ishte e ndarë nga burri, dhe për një periudhë filloi të vinte shpesh herë tek ne. Herë për ndonjë punë, e herë vetëm për muhabet, e herë thjesht për të mos ndenjur e vetme, sepse në fshat vetmia ndjehet më shumë. Në fillim ishte çdo gjë normale. Vinte, pinim kafe e flisnim për gjërat e ditës, si për shembull, ajo nga që rrinte vetëm merrte vesh më shumë për fshatin. Tregonte se kush ishte pa qef, tregonte se kush u martua, kush u nda, kush bleu lop, e kush shiti tokë. Muhabet e fshati si gjithë të tjerët. Edhe unë nuk e shihja ndryshe. Ishte thjesht motra e gruas ime dhe për mentalitetin e fshatit nuk më lejohej as që të më shkonte mendja për diçka tjetër, por ta respektoja vetëm si të ishte person i shtëpisor. Ajo ishte familjare e gruas, dhe respekti duhet të ishte edhe më i madh ndaj saj, sidomos pas situatave të ndryshme që ajo kishte hasur në jetën e saj, që nuk ishte edhe krejt e thjesht. Por me kalimin e kohës filluan situatat që nuk i mendon paraprakisht. Gruaja ime shpesh herë largohej herët në mëngjes për punë, e kthehej shumë vonë. Fshati ka punë të rënda dhe nuk ka orar të caktuar. Puna fillon në mëngjes dhe mbaron kur errësohet. Ndërsa unë herë mbetesha duke u sjellur në obor, duke punuar ndonjë gjë ose në stall. Dhe motra e gruas vinte e më ndihmonte her pas here. Herë bënte bukën tek ne, pra përgatiste gjëra të ndryshme në kuzhinë, sepse ato punë i vinin për dore, por na ndihmonte edhe në punët e tjera. E kështu ne rrinim bashk pa ndonjë plan. Ajo grua ishte që fliste drejt, fliste pa dredha dhe ishte nga ata që nuk ankohen kot. E kjo në fshat të bie në sy, sepse shumica flasin vetëm për halle, e sidomos për ankesat e ndryshme. Ajo fliste për jetën tamam siç e shihte ajo, dhe kjo më bënte që të rria e ta ndëgjoja me orë të tëra. Një ditë
ndërsa unë po pastroja oborrin, edhe ajo filloi të më ndihmonte. Dhe ndër të tjera, ajo më tha që jeta e saj kishte shkuar keq. Jo se kishte bërë ajo ndonjë faj, por sepse kishte zgjedhur gabim gjatë jetës, nuk kishte bërë zgjedhjet e duhura. Dhe më tha që ndonjëherë njeriu e kupton shumë vonë se me kë do duhej që të ishte. Këto fjalë nuk janë ndonjë gjë e madhe, por mënyra se si më shikoi teksa mi thoshte se si më shikonte nga këmba e deri te koka, prandaj mu çudit edhe mendja ime dhe këto fjalë mu ngulen në kokë sepse e dija që nuk i kishte thënë kot. Pas asaj dite, fillova që ta ndjeja ndryshe. Jo se bëri ndonjë gjë, jo se tha diçka, por nga mënyra si rrinte e si fliste. Me duke i mirë se si qeshte, sepse nuk qeshte vende pa vend. Dhe në fshat, këto gjëra duken shpejt. Jo se fshati ka ndonjë gjë, por mënyra se si ne jemi pjekur në fshat është më ndryshe, sepse nuk ke ku të fshihesh dhe këto gjëra i veren mjaft mirë. Filluan shikimet e shkurtëra, fjalit që ndaleshin për gjysëm, heshtje që zjasnin, e pak më shumë edhe ato shikime me bënin të mendoja gjithçka, dhe unë e kuptoja që diçka po formohej brenda meje, por nuk mund të flisja, sepse kisha frikë të prishja gjithçka. Një pasdite, kur ishim vetëm në shtëpi dhe po mbyllnim punët, unë nuk mbajta më. Doja të xhirrja ato mendime që kisha për brenda, dhe i fola asaj e i thash që kisha filluar që të ndjeja diçka, dhe me pëlqente në çdo bisedë e në çdo sjellje të saj. I thash para se të flasësh, e di që kjo që të thash nuk duhej të thuhej, dhe as e kisha në plan, por situatat e përditshme kështu me bën që të mendoja dhe që me kishte ardhur e drejt për drejt që ta thoja. I thash edhe që më rëndonte, dhe nuk ja thash si kërkesë, por ja thash kjo është e vërteta, me trego se çfarë duhet të bëj. Ajo mbeti pak në heshtje, nuk foli me njëherë. U habit në fytyrë dhe unë e kuptova që nuk ishte e lehtë, as për atë e as për mua. Në atë moment e kuptova sa e rënd ishte ajo që kisha thënë. Le të mos rrim në obor, më tha ajo. Eja të futemi brenda e ta bisedojmë edhe një herë. Le të jesh pak më i qartë. Shkuam, u ulëm në divan, por ajo u ul shumë pranë meje. Fjalët nuk po me dilnin, dhe nuk dija as nga t'ja filloja. Ajo me preku dorën, ndërsa unë fillova që të kisha mjaft emocione. Me duhet që të bëja diçka, prandaj nga divani unë grita, e mora për dore dhe po shkonim atje ku duhej. Duke shikuar edhe një herë në dritare për të siguruar që askush nuk ishte në obor, shkuam e u futëm atje. Ajo filloi me një herë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.